Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin ton Legjenda Shqiponjave. Ju ftojmë të bashkoheni me ne, duke u regjistruar dhe t'i bini ziles që të mos humbisni videot e reja. Në këtë video do ju flasim për një legjend shumë të lashtë që ka ndodhur mes motrave të frikshme e Rini dhe Orestit, që ishte djali të madhit Agamenon. Kjo histori mitologjike që do t'rregojmë, njihet edhe si gjyqi më i famshëm i Athinës së lashtë, ku morën pjesë Perëndesha Athena si gjyqtare, Erinet si akuzuese dhe Perëndia Apollon si mbrojtësi i Orestit, i cili ishte edhe protagonisti kryesor. Por cila është më e rëndësishme, se do të tregojmë se çfarë gjuhë flisnin Athinasit dhe cila ishte arsyeja që perëndeshat e Rini, nga qytetarët e këtij vendi, u quajtën Eumenidi. Pastaj, nga fundi, do të tregojmë disa fjalë që do të vërtetojmë se Athinasit e lashtë mirë që flisnin shqip, por edhe mendonin në shqip. Me emrin Eumenidet është titulli i tragjedisë së tretë të triologjisë Oresteia, me të cilën Eskili fitoi garat dramatike të Dionizisë së Madhe të vitit 458 para Krishtit në qytetin e Athinës. Tragjedia e ka marrë emrin e saj nga 3 motrat e Rini, që ishin perëndeshat e hakmarrjes për krimet kundër familjes. Në qytetin e Athinës, 3 motrat e frikshme e Rini nisën të quheshin edhe Eumenide, që sipas studiuesve, Eumenides donte të thonte dashamirëset ose të mirat. Ne do e shpjegojmë se pse Athinasit janë ndryshuan emrin e Rineve në Eumenidi. Por para se të flasim për Eumenidet, duhet të tregojmë për rrjedhjen e ngjarjeve që na quan në tragjedinë e Orestit të shkruar nga Eskili. Jemi në luftën më të njohur të antikitetit e zhvilluar mes akenëve dhe qytetit të fuqishëm të Trojës. Sipas studiuesve, lufta e Trojës ka ndodhur rreth vitit 1194 dhe vitit 1184 para Krishtit. Ngjarjet e konfliktit njihen kryesisht përmes poemave epike të Iliadës dhe Odisejës, të shkruara nga Homeri rreth shekullit të 9 para Krishtit. Sipas Iliadës, lufta filloi për shkak të rrëmbimit të Helenës nga Parisi, që ishte djali i Priamit, mbretit të Trojës. Helena ishte mbretëresha e Spartës dhe gruaja e Menelausit, që ishte konsideruar si gruaja më e bukur në botë. Pas rrëmbimit të Helenës, Menelausi me vëllain e tij Agamenonin mblollën një ushtri shumë të madhe, e përbërë nga komandantët më të zotë të Helladës Pellazge. Më shumë se 1000 anije u prezantuan para bregdetit trojan, duke terrorizuar qytetin. Konflikti zgjati 10 vite, me humbje shumë të rënda nga të dyja palët. Midis viktimave ishte Akili, luftëtari më i madh që ishte dhe adhurues i Dodonës Pellazge. Mbreti i Mirmidonëve vrau Hektorin, por u vran nga Parisi me një shigjet në thembër që ishte pika e tij e dobët. Mbas 10 vitesh, Troja ra. Fal një ideje që i lindi Odiseut Dinak. Aket ndërtuan kalin e famshëm prej druri dhe e braktisën në bregun e detit. Trojanët e morën kalin si trofe lufte, por pa e ditur se kjo dhurat greke do i binte vdekjen dhe djegjen e gjithë qytetit të Trojës.
Kështu Akeit hyn në qytet. Dhe vran pothuajse të gjithë banorët, një masakër e madhe e cila vazhdoi për 2 ditë rresht. Gjaku rrjedhte si për rrua duke kalbur tokën. I gjithë qyteti nga lart e poshtë ishte larë me gjak dhe flakët nuk shuheshin dot. Kështu që Troja ra. Helena ju kthye Menelausit, dhe të gjithë heronjtë e mbijetuar me pasuri të plaçkitura nisen të kthehenin në shtëpitë e tyre. Dikush mbërriti shëndoshe mirë, por jo të gjithë patën një fat të mbar. Agamenoni, që ishte krye komandanti i Akejve, nuk pati një fat të mirë kur u kthye në shtëpi. Dhe këtu nis tragjedia e Eskilit. Agamenoni, sapo mbërrin në Miken, pritet nga populli si hero dhe fitimtar i luftës së Trojës. Ai pritet me nderime të mëdha edhe nga gruaja e tij Klitenestra. Por ndërkohë Klitenestra kishte 2 sekrete të fshehura. Për 10 vite që Agamenoni kishte qëndruar larg shtëpisë, duke luftuar në Trojë, gruaja e tij nuk i kishte qëndruar besnike dhe e kishte tradhtuar me Egjistin, i cili ishte dhe kushëriri i parë i Agamenonit. Dhe e dyta ishte që Klitenestra nuk ja kishte falur Agamenonit, që 10 vite përpara kishte flijuar vajzën e tyre Efigjenin për nderin e perëndeshës Artemis, që do i garantonte atij një rrugë të mbar drejt Trojës. Me ardhin e mbretit bëhet një festë e madhe. Ai solli me vete shumë pasuri nga plaçkitet e Trojës dhe si pjesë e plaçkës ishte edhe princesh Kassandra, motra e Hektorit, që ishte priftëresha e Apollonit, e cila kishte dhuntinë e parashikimit, por edhe një mallkim hyjnor, që parashikimet e saj mos t'i besonte askush. Klitenestra u xhelozua kur pa Kassandrën dhe 2 të dashuruarit të bashkuar nga një qëllim i vetëm, nisën të planifikonin vrasjen e Agamenonit. Mbreti sapo hyri në vask, ndërsa ishte i vetëm, Klitenestra i hodhi një rrjet në trup duke e bllokuar dhe e theri pa mëshirë burrin e vet. Me njëherë, me të njëjtën thik, goditja dhe Kassandrën e shkret me një urrëtie të pandalshme xhelozie. Pastaj, me shumë krenari dhe pas një pendim, doli para popullit dhe lajmëroi se u hakmor për vajzën e saj Efigjenin, që Agamenoni e kishte sakrifikuar. Atë vajzë të pambrojtur e të pafajshme që Klitenestra shumë e kishte dashur. Kështu që në habitjen të gjithë popullit, ajo lajmëroi që mbreti vdiq bashkë me Kassandrën Trojane. Mbas shumë vitesh, prezantohet Oresti, djali i Agamenonit dhe i Klitenestrës, i cili kishte qenë i larguar në azil, padrejtisht nga nëna e tij. Oresti merr hakun e babait, duke vrarë Egjistin dhe nënën e vet Klitenestrën.
Skili na tregon se hakmarrja e Orestit ishte bekuar nga vetë Perëndia Apollon. Klitenestra me thikën e ngulur në gjoks mallkon djalin e saj, duke thirrur në ndihmë 3 motrat e frikshme e rini. Këto janë përëndeshat e tmerrshme që dënojnë krimet familjare dhe sapo dëgjojnë vuajtjet e nënës, me furi dalin nga nën toka e Tartarit në ndjekje të Orestit. Ata e gjejnë Orestin afër trupit të pajet të Klitenestrës. Ata nisin të rrahin djalin duke e tmerruar edhe me zërin e tyre të frikshëm. Oresti niset për në tempullin e Apollonit dhe nga pasi shkojnë Erinet. Ai hyn në tempullin e Delfit dhe i kërkon ndihmë Perëndis Apollon. Sapo hyn në tempull, Erinet bie në një gjumë të thellë. Ndoshta Apolloni ka bërë magji, ose ndoshta tempulli është tokë e shenjtë dhe gjakderdhja brenda nuk mund të tolerohet. Në mëngjes hyn brenda priftëresha e Delfit Pitia dhe nuk i beson syve. Brenda qëndron një burr i tmerruar dhe afër tij qëndrojnë 3 përëndesha në gjumë të thellë. Ajo del nga tempulli i Delfit dhe thërret për prezencën e Apollonit. Aty shfaqet Apolloni dhe e qetëson Orestin, duke i premtuar se do të ketë mbrojtjen e tij. Pastaj Perëndia e këshillon të shkojë në qytetin e Athinës dhe të hyjë brenda në tempullin e Perëndeshës, sepse aty do të gjejë mbrojtje dhe do të zgjidhen të gjitha problemet. Oresti niset për në qytetin e Athinës. Ndërkohë Erinet qëndrojnë akoma në gjumë të thellë, por zgjohen nga fantazma e Klitenestrës. Ajo i thot Erineve ta ndjekin djalin e saj, që sapo ishte larguar. Krimi i tij i tmerrshëm duhet dënuar dhe asnjë perëndi tjetër nuk duhet t'i dalë në mbrojtje. Askush nuk duhet të ketë mëshirë për të cilin do që vret nënën e vet. Erinet dalin nga tempulli i Delfit dhe nisin të ndjekin gjahun e tyre Orestin. Perëndeshat e skëterës arrin ta gjejnë Orestin brenda në tempullin e Athinës. Erinet nisin një valle të tmerrshme vdekjeje duke rrethuar Orestin. Në atë moment shfaqet përëndesha Athena dhe pasi i qetëson gjakrat, pyet Orestin dhe Erinet se çfarë ka ndodhur. Mbasi i dëgjon të dyja palët, ajo i ofron një zgjidhje të drejtë. Athenaja, si përëndesha e zgjuarsisë, ofrohet si gjyqtare në një gjyq të rregullt. Çështja do t'i dorëzohet një jurie prej 12 antarësh në gjykatën athinase të Areopagut. Dhe kështu ndodh. Erinet do të jenë akuzueset. Apolloni do të jetë mbrojtësi i Orestit dhe Athenaja do të jetë gjyqtarja e Areopagut. Pa filluar gjyqi, Erinet të shqetësuara nisin të mendojnë mbi pasojat e një lirimi të mundshëm të Orestit. Ky fakt mund të çojë në pafajësinë të gjithë krimeve familjare, që mundet të ketë rritje më të madhe të vrasjeve mes të afërmve të njëjtit gjak. Athenaja kishte thirrur të gjithë popullin e qytetit që të merrnin pjesë. Kështu që fillon gjyqi. Erinet pyesin Orestin se si e vrau nënën e tij. Oresti mbrohet duke shpjeguar se ai veproi për hakmarrje legjitime dhe cila ishte më rëndësishme se e kishte bërë vrasjen me urdhër të hyjnis Apollon. Apolloni e mbron Orestin duke i u drejtuar jurisë se kishte qenë e para Klitenestra, që kishte bërë një gjest makabër, duke vrarë babain e tij. Më pas ndërhyn Erinet, duke shpjeguar se Klitenestra fillimisht kishte kryer një mizori, duke vrarë të shoqin, por ky është një krim më pak i rënd,
pasi burri dhe gruaja nuk janë të afërm të njëjtit gjak. Apolloni përgjigjet: gjithsesi vrasja e burrit është një krim më i rëndë, pasi kur lind një fëmijë, është burri ai që jep filizin, që pastaj gruaja e merr dhe ushqen vetëm për një kohë derisa të dalë në jetë. Shkurt, fëmia ka të njëjtin gjak me babain dhe prandaj djali ka pasur të drejtë të hakmerret. Juria e Areopagut prej 12 antarësh më në fund votojnë dhe dalin barazim. 6 janë kundër dhe 6 janë pro. Por e fundit që votoi ishte Athena, e cila e deklaron votën e saj në favor të Orestit. Mendohet se perëndesha e mençurisë, Athena, duke mos pasur nën, e konsideronte më të rëndësishme figurën e babait. Në fund të fundit, ajo kishte lindur nga koka e Zeusit. Pra, Oresti shpallet i pafajshëm, pasi kryetarja e jurisë, Athena, ishte pro. Erineve nuk i pëlqen vendimi dhe nisin të reagojnë ashpër, duke kërcënuar vazhdimisht me vdekje, sëmundje, mallkim dhe parashikojnë shkatrimin e qytetit të Athinës. Por perëndesha Athena, megjithatë, arrin t'i qetësoj, duke u garantuar atyre një nderim të përjetshëm. Ajo i binde rinet të bën Eumenidi, gjykatësit e qytetit ose hynit e drejtësisë dhe jo të hakmarrjes. Pastaj fillon një këngë bekimi në të cilën perëndeshat Eumenidi thërrasin për pasurinë, pjellurinë dhe harmoninë për qytetin e Athinës, ndërsa perëndesha Athena parashikon një periudhë të gjatë drejtësie. Në një procesion priftëreshash të udhëhequra nga Athena, 3 motrat e Eumenidi më në fund përcillen në një tempull të bukur që do të jetë edhe shtëpia e tyre e re. Oresti nga gëzimi i jep besën qytetit të Athinës për një miqësi të përjetshme. Miq të legjendës. Në këtë përmbledhje të gjatë por të nevojshme, vërehet qartë se Athinasit mirë që flisnin, por edhe mendonin në shqip. Pse themi këtë? Sepse vetë ndërrimi i emrit të 3 motrave Erini në Eumenidi na e vërteton këtë fakt. Sipas studiuesve na tregohet se emri Eumenidi donte të thonte të mirat ose të dashurat, por humbasin rrugën kur na tregojnë se me emrin Eumenide u identifikuan 3 motrat si gjyqtarët e drejtësisë athinase. Pra, falgjues shqipe, do të tregojmë se Eskili me emrin Eumenidi donte të thonte mendje ditë ose mendje driturat. Pra, këto gjyqtarët e emërtuara, Eumenidi, do të dinin të vendosnin shumë drejtësi. Kjo tregon se Athinasit flisnin një shqipe të pastër. Në qoftë se nuk mjafton kjo, po ju prezantojmë një emërtim tjetër që ka brenda fjalën dije dhe ka lidhje me gjykatën e lashtë greke. Marrim termin dikaster. Sot me termin dikaster identifikohet një institucion qendror i administratës shtetërore, ministria ose dikasteri i arsimit, etj. Por, ky term, sipas studiuesve, ka origjinë greke,
sepse në lashtësi identifikohet gjykata. Po shumë mirë. Atëherë ne na lind një pyetje. Po cila ishte puna e gjykatës? Të dinin të bënin drejtësi. Pra, dikasteri, kjo gjykatë e lashtë e ashtu quajtur greke, pas ka ditur gjithmonë të japi drejtësi dhe çuditërisht në fillim të emrit, pas ka pasur gjithmonë rrokjen di dhe ka. Pra, di ka ose ka di, kështu që di ka steri, mirë po di ka të japi drejtësi. Por nuk mjafton me kaq, se këto studiues që nuk e din fare se greqishtja e lashtë është bie shqipes, na bëjnë leksione, duke na mësuar se emri dikaster vjen nga fjala dikazo, që donte të thonte gjykim. Po ata na tregojnë se dhe emërtimi dikazo vjen nga fjala diko, që në greqishtën e lashtë donte të thonte drejtësi. Pra, fjala gjykim në greqishtën e lashtë quhej dikazo. Më shqip se kaq nuk ka si të bëhet. Dikazo, dikazë, dikaza, e cila nënkupton zërin e dijes. Por edhe fjala e drejtësisë, diko, e greqishtës së lashtë, përsëri ka lidhje me shqipen ton hyjnore. Pse? Sepse drejtësia i takon atyre që diko, dika ose diken nga anon drejtësia dhe pik. Fjala e shqipes dije është shumë e përdorur në greqishtën e lashtë, sa që trushpërlarët fjalën dije të greqishtes e lidhen me fjalën gnjozis. Por edhe fjala gnjozis në shqip do të thot njohje, por kur nuk do të thot dije, pasi dija është hyjnore kurse njohja është njerëzore. Pse themi këtë? Sepse emërtimi dije në greqishtën e lashtë është aq i bollshëm sa nuk mundesh ta anashkalosh dhe mos ta lidhësh me dijen e gjuhës shqipe. Vini re, përëndesha drejtësisë quhej dike. Pra, përsëri kemi fjalën di dhe ke, të gdhendura mirë në mitologjinë e lashtë, por të injoruara tërësisht nga historiografia zyrtare. Të çudit fakti se kjo përëndesha ashtu quajtur greke, kërkon shqipen që të shpjegohet, sepse hyjnesha dike, mirë po dike të bën të drejtësi. Pastaj kemi Dionën, një përëndesh pellazge që ishte gruaja e Zeusit dhe bashkë mbretëronin në malin e Tomorit. Pra, edhe Diona ka rrokjen dije, sepse ishte përëndesha e dijes që tregonte fatin e njerëzimit nga shoqërimat e gjetheve të lisit që interpretohej nga fatthënëset e Dodonës hyjnore. Po ashtu, edhe emri Dios ka rrokjen dije, por sipas trushpërlarëve, Dios ishte emri i Zeusit në gjininë femërore. Tani lind pyetja: pse Dios dhe jo Zeusa? Zot fali se nuk e njohin gjuhën shqipe. Pse? Sepse Dios nuk është Zeusa, por Dios është Diosh, dija është. Më shqip se kaq nuk ka si të bëhet. Tani,
të gjitha këto fjalë që përmendëm: dikaster, dikazo, diki, dike, diona dhe diosh pas kanë origjinë greke, por çuditërisht i shpjegon vetëm gjuha shqipe. A e din akademikët tonë se ekzistojnë me mijëra fjalë greke që vetëm gjuha shqipe i shpjegon? A e din luftëtarët e sharlatanëve sa Athinasit e lashtë flisnin shqip dhe jo vetëm, por e gjithë Greqia fliste gjuhën tonë? Ne u bëjmë thirrje të gjithë fancave të studiojnë dhe të mësojnë gjuhën e lashtë greke, sepse thjesht do vërtetoni se ajo është bija e Shqipës sonë. Ne kemi fakte dhe jo fjalë koti. Vini re, le të marrim fjalën shqipe mëso. Ne mendojmë se kjo fjalë në origjinën e gjuhës e ka pasur kuptimin si meso, me sho, me pa, ose të shikosh. Po ashtu, edhe fjala filozof ka kuptimin filo-shof. Filozofia lindi nga mrekullia dhe presokratët nisin të shikonin më në thellësi natyren, yjet e tjerë. Prandaj, në origjinë, filozofët filluan të shohin. Për filosofin, shofistët dhe filoshofët do flasim në një video tjetër. Por tani, le të kthehemi tek mësimi. Gjuha e parë ishte pellazgjishtja ose më saktë proto-shqipja, dhe të gjithë popujt e lashtë kanë formuar fjalët sipas nevojave të tyre, por gjithmonë pa dalur nga rrënjët e gjuhës së parë. Tani, ne na lind pyetja: po në greqishtën e lashtë, si i thonin mësimit? Nuk do e besoni se në greqisht mësimit i thonin didasko ose didaska, kurse mësuesin e quanin didaskalos. Të çudit fakti se këto grekët e lashtë kanë përdorur me shumë mjeshtri gjuhën shqipe për të formuar fjalët e tyre, dhe është më së e drejtë sepse flisnin një shqipe të pastër arkaike. Vini re, mjeshtërinë e formimit të fjalëve që kanë krijuar, sepse kush e do mësimin, dijen dashka. E tmerrshme. Di daska, di dashka ose dije dashka. Më shqip se kaq nuk ka. Në gjuhën greke, fjala di, sipas historianëve, donte të thonte dritë ose ditë. Ne jemi të sigurt se termin di e kanë gatëruar me ditën, sepse shqipja si gjuhë polisemike, dritës i thot edhe ditë, por ka kuptimin edhe me ditë. Prandaj duhet gjuha shqipe që të zbardhi këto të vërteta historike. Një tjetër fakt interesant. Plutarku në shkrimet e tija na tregon se në hyrje të Delfit u lexonte një shkrim i lashtë që ishte: e di Delfi. Më shqip s'ka si të bëhet, dhe vërehet qartë se shqipja ishte edhe gjuha e tempullit të Delfit. Miq të legjendës, a e kuptoni sa që sharak duken disa filo-helen që na drejtojnë gishtin për shkrimet greke që gjinde në territorin e Shqipërisë dhe nuk e kuptojnë se shqipen hyjnore e kanë të ngulitur në zemër të Greqisë?
Shqipja qof beku, sepse është dia që do të ndriçoj errësirën e krijuar nga akademikët tanë të përgjumur dhe fal kësaj gjuhe, së shpejti do shpëtojmë nga luftëtarët e sharlataneve dhe nga filohelenët e civilizimit grek. Faleminderit nga Legjenda e Shqiponjave. Bëni pëlqimin tuaj, komentoni dhe regjistroni në kanalin ton që të mos humbisni videot e reja. Faleminderit që na ndiqni dhe bashkë do të dëgjohemi tek videoja tjetër.